Miqtë e emisionit Bardhazi jemi takuar në të premten ton të zjarrt të debatit, sepse kështu ka nisur sezoni yni 19 me gazin der në dras. Po, me adrenalin, siç kemi thënë, dhe me fuqi shumë të madhe, dhe debati unë duhet edhe më i thellë, edhe më i gjerë si deti. Si deti i thellë, deti i gjerë. Ka pak e kjo rubrika jon eksperimentale sotme, që do t'ju pëlqej, kam bindjen që do t'ju pëlqej, është një rubrik e cila është, po, pse pse? Dy pse, tre pse, po edhe tre. Po. Tani të bëj një pyetje direkt. Ha bëj direkte. Ç'a bën ti Ornela kur stresohesh? Unë stresoj të tjerët, sepse duhet ruajtur ekuilibri. A me fjalë mua ngjit gripin gjithë. Pse shqiptarët dhe shqiptarët në përgjithësi janë gjithmonë me vonesë? Përse janë ata gjithmonë të vonuarit? Po çfarë faj kanë shqiptarët që s'prodhojnë ora? Shqiptarët ndonjëherë marrin ndonjë orë që s'u takon dhe prandaj dhe vjedhin pak kohë, po s'është faji jon, s'faji jon. Përse burrat nuk i përgjigjen asnjëherë grave të tyre? Thërrasin, pafundi thërrasin. Ata kur nuk përgjigjen. Gruaja s'të thret për serenat, gruaja të thret për të bërë ndonjë punë, domethënë, në gjë të vogël. Në një punë. Në gjë të vogël. Në gjë të vogël. Përse politikanët e duan gjithmonë një mandat të dytë? U duhet një mandat të dytë që të shqisin karige në mbrapa, se u ngjiten, bëhen njësh, bëhen kështu, ja, karige dhe ata. E kupton, duan që kohë. Po mirë tani, përse burrat e duan makinën më shumë se ç'duan gratë e tyre? Ma thuaj që këtë tani, ma thuaj tani, hajde. Kjo është me thjeshta në botë. Nuk të pyet makina me kë ishe, me kës ishe. Po makina e di me kë ishte. Po prandaj, makina është me mend, nuk të pyet. Çfarë bën një fëmijë kur prindi nuk i ble lodrën që do? Ha tani? Bën protesta për gjithë shqiptarët, gjithë opozitrat të mbledhura bashkë para pallatit. Edhe Berishën se ka. Gjithëve, mos bindje civile. Përse deputetët mbajnë gjithmonë syze dielli? Kështu firmat o dielli. Që të mos e shohin realitetin që është i zi si syzet. Përplaset syri, kupton, djeg. Po mirë tani, më thuaj edhe këtë tjetrën. Çfarë bën shqiptari kur lexon një tabelë ndalohet hyrja? Hyn, po me shumë kujdes. Me kujdes.